Përmes iniciativës GEG, Limak jo vetëm që po ndikon në ndryshimin e jetës, rritjen profesionale të vajzave, treja si që është Irida Jashanica që sot do e kemi edhe pjesë panelit, e shumë vajzat të tjera, por po ndikon në fuqizimin e një shoqërie të tërë, po ndikon në fuqizimin e disa sektoreve në fushat STEM, e përfundimisht fuqizimin e vendit tonë, duke krijuar kështu gjenerata të reja profesionale e të përgatitura për tregun e punës. Roli dhe ndikimi që po e arrin GEG në përgatitjen e gjeneratave të reja të vajzave në fushat STEM, po vlerësohet gjithandej. Në vitin 2024, Limak u shpërblye edhe me çmimin CSR Award për fuqizimin e grave, një vlerësim që përçon tutje mesazhin se puna e GEG po sjell ndryshim të qëndrueshëm. Ky bashkëpunim është dëshmi e fuqisë që kanë bizneset e komunitetit tonë për të bërë ndryshim. Është një projekt i cili ka për qëllim fuqizimin e vajzave në inxhinieri, po gjithashtu është projekt që inspiron gjithëpërfshirjen e vajzave në inxhinieri. Ky termi gjithëpërfshirje nga njëherë përdoret si lirshëm në gjuhën e përditshme dhe shpesh nuk e ndaj mendjen se çka do të thotë ajo në fakt. Por ja ku jemi sot, më pak se 20% e profesionistëve në inxhinieri janë gra, dhe kjo është fakt dhe statistik. Kjo nuk ndodh për shkak se mungon talenti, por kundrazi talent ka me bollëk. Zakonisht mungojnë mundësitë, përkraja dhe mbështetja për vajzat që të futen në këto fusha. Pikërisht për këtë arsye GEG si projekt është kaq i rëndësishëm në këtë pjesë. Vetëm vitin e kaluar, mbi 100 vajza të reja nga Kosova kanë aplikuar të bëhen pjesë e këtij programi. Gjatë të rrugtimit ton edukativ, ne kemi mentor. Disa i ndëgjojmë, disa nuk i ndëgjojmë, disa i marrim parasysh, disa jo. Dhe aty e zhvillojmë mendimin kritik tonin. Cila prej këshillave që i jep njëri apo tjetri janë të vlefshme për cilë apo për me qenë bazë e zhvillimit ton. Por gjatë këtij rrugtimi, unë jam dëshmitar se sa shumë ka ndru interesimi femna gjatë vite. Kohën kur ja kam nisë, nuk ka pas asnjë femër pronare apo bashkëpronare apo CEO të një kompanie të IT-s. Tash i kam mbi 35% janë pronare apo bashkëpronare. Dhe kjo është një sukses i madh. Mos pretni pi qeverisë që ka me menu për juve nëjsa. Nuk mundet me menu. Është jashtë diapazonit të. Ajo që duhet me bo është në mënyrë sistemike me kurzu, me shty, me bo presion, me bo lobim, me bo avokim, tanë kohën duhet me shty për para. Limaku është një kompani që duhet merret për bazë nga të gjithë, sepse punon shumë në avancimin e femrave, grave, siç i di me iniciativën GEG. Po ashtu, me plot të mburje them se në pozita vendimarrëse në Limak 50% janë femra, 50% janë mashkull në aeroportin e Prishtinës, që nuk besoj se është diku tjetër në rajon. E tash po e përshkruaj edhe rrugtimin tim deri në arritjen e pozitës që kam tani. Mund të them se 3 pikat kryesore që më kanë bërë me emri deri këtu ku jam është persistenca, puna kontinuale, e palodhshme, edhe duke mos hequr dorë edhe kur kam pasur ndonjë vështirësi për ta tejkaluar. Edhe mesazhi unë kryesor çka është e para është me punu me atë universitetit atje, pakës me promovu ma shumë ndoshta këtu mundësi, sepse na muj me shku 3-4 herë në vjet, mirë po janë ata profesorë atje që e menaxhojnë komplet edhe institucionet e arsimit lartë që i menaxhojnë këto mundësi që është mirë pakës ma shumë me punu ndoshta me studentet, femra. E para. E dyta, sa herë shkojmë për promovim e përcjelli edhe atë eksperiencën përvojën personale që kom pasi dikush që nuk ka studiu në Prishtinë, po kom studiu jashtë në një kohë, edhe unë e një kohë 99-ën mas luftës që ka qenë, ndoshta nuk ka qenë qaqe zakonshme, mirë po mundësit për bursa kanë qenë edhe ma të mëdhaja si që janë tani. Mirë po se kemi pas internetin ashtu, adino du të me shku me imbush letrat e me i dorëzu, ka qenë pakës ma sfiduse, mirë po ideja është e para që me i stimulu femrat pakës me dojnë prej komfort zonit, ndoshta me punu pakës edhe jashta këshillave
prindve, ndoshta prind, ndoshta familja ka njeri kanë ato që nuk I lojnë, ndoshta jënë pakës matë kufizum edhe në informacion, po edhe në mundësie, gjithmonë I stimulojmë që me punu ndoshta jashta këshillave të prindve me qysh me thonë, to be agents of their own change, ata me qenë ndryshimi edhe me ndjek vetë mundësit e reja për